Kursin, pasha Kuranin, e pacenueshëm në urtësin e ti të lartë. S'ka dyshim se ti, o Muhammed, je prej të dërguarve, je në një rrugë të drejtë. Kurani është zbritje plot fuqishmit e mëshiruesit, për t'ja tërhekur vërejtje një populli që të parve të tyre nuk u është tërhequr. E për atë shkak ata janë të hutuar. Për Zotin tash m'ka marrë fund vendimi, thënia kundër shumicës së tyre. Andaj ata edhe nuk besojnë, ne u kemi varë në qafat e tyre. Pranga e ato u arrin deri në nofull. Andaj ata mbesin me koka lart, ne u kemi vënë edhe para tyre pend, edhe mbrapa tyre pend, dhe u a kemi mbuluar syt. Prandaj ata nuk shohin, dhe për ata është e njëjtë. Au atë roqe vërejtjen, apo nuk u atë roqe, ata nuk besojnë. Ti atë req vërejtjen, o Muhammed, vetëm ati që përvetëson Kuranin dhe i friksohet Allahut mëshiruesit. Edhe kur është vetëm i papashëm prej njerëzve, pra jepi myshde ati për falje dhe shpërblim të mirë. Vërtet Allahu inshall të vdekurit, dhe i shkruajmë veprat, gjurmët e tyre, dhe çdo gjë kemi regjistruar në librin e ruajtur. Levi Mabudh përmendju atyre, një shembull të banorëve të fshatit, kur atyre u patën ardhur të dërguarit. Kur ne dërguam te ata dy, e ata i përgënjeshtruan që të dy, atëherë i përforcuam me një të tretë, dhe u thonë, ne jemi të dërguar te ju. Shatarët thanë, ju nuk jeni tjetër vetëm se njerëz, sikur se neve, se Allahu nuk u ka shpallur asgjë. Ju nuk jeni tjetër vetëm se rena qak. Të dërguarit thanë, Zoti ynë e di se me të vërtet ne jemi të dërguar te ju, dhe ne nuk jemi të obliguar për tjetër, përveç t'ju kumtojmë ashtu qartë. Fshatarët thanë, ne parandjen kog me ju, dhe nëse nuk tërhiqeni, ne do t'ju gurzoj dhe do të përjetoni dëshkim të idhët prej nesh. Të dërguarit thanë, fati i keq është i juaj, apse u këshilluat ana kërcenoheni. Jo, por ju jeni popull i shfrenuar. Dhe prej skajit më të largët të qytetit erdhi një njeri që ngutej, e tha, o populli im, dëgjoni të dërguarit. Dëgjoni ata që nuk kërkon prej jush do një shpërblim, dhe janë udhërfyes, e çka mund që të mos e adhuroj Allahun që më krijoi dhe te. Allahun do të kthehemi. Do të pranoj zotat të tjerë, po salaut e nëse do, mëshiruesi të më godas. Mendojnë të keqe,
Dërmjetësimi i tyre nuk do të më vlej asgjë, e as që do të më shpëtojnë. Unë do të jem atëherë në një humbje të hapët. Unë i kam besuar Zotit tuaj, pra më dëgjoni. Ati është thënë, Hynë në xhenet, e a i tha, si kur ta dinte popullim, për çka më fali Zoti im, dhe më bëri prej të nderuarve. pas ti Ne nuk zbritëm do një ushtri nga qielli kundër popullit të tij, e as që ishte vendimi im. të zbresim tjetër. Përveç një britme të tmerrshme, kur she ata të ftohur të vdekur, o sa dëshpërim i madh për robërit që nuk u erdhi. Do një dërguar, vetëm se ata u tallën me të, nuk e pan ata se sa gjenerata kemi zhdukur para tyre. Dhe ata nuk u kthehen, Dhe të gjithë të tubuar do të paraqiten pranë nesh, dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit, tokën e vdekur, të cilën ne ngjallim, nxjerrim prej saj drithë. nga i cili ata hanë, dhe në të ne u kemi bërë kopshte hurmashe rushi, dhe në të u Kemi dhënë burime ujë, ashtu që ata të hanë nga ata fruta, dhe nga çka prodhoi me ftuart e tyre. Ai gëzojnë këto, dhe nuk falenderojnë. i postër nga të metat është Allahu që krijoi të gjitha lloje, Qiftet nga çka mban toka nga vet ata, dhe nga çka ata nuk din. Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojnë ditën, kurse ata mbesin në terë. edhe dielli udhton për në kufirin e vet. Në gjakun përfundimtar Ai është udhëtim për caktim i nga dhënjesi. të dishmit edhe anës, i kemi caktuar fazat, pozicionet, Derisa të kthe në trajtën e harkut, remi hurmës së thar, as dielli nuk mund të arrijë hanën. e as nata para ditën, po se cili noton në një galaktik. Argument për ta është Edhe ajo se ne bastardësit e tyre të Ademit, i bartëm në anije, të mbushur për plot, dhe ngjashëm me të u krijuam atyre diçka që t'i hipin, e sikur të duam ne, i përmbytim ata, e nuk ka efekt. as lutja e tyre. Dhe as që do të shpëtonin, përveç nga mëshira jonë ndaj tyre, Dhe që të përjetoj, të mirat deri në një kohë të caktuar. e kur u thuhet atyre, Kini frik asaj që ngjohu para jush, dhe asaj qka do t'ju ngjaj më vonë. e që të më shiroheni, Ata nuk dëgjojnë nuk ka as një argument. që u erdhi atyre nga argumentet e Zotit, E që ata nuk ja kthyen shpinën, dhe kur u thuej jepni nga ajo që Allahu u begatoi. ata që nuk besuan, Besimtarve u than ata ushqej matës, që si kur të donte Allahu, do ta ushqente, ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë. dhe thoshin, Po që se jeni të vërtet, kur do të jetë ai premtim, Allahu u përgjigjet, nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britma, që i rëmben ata, kur janë duke u zënë mes vete, e nuk do të mund të lën as porosi, vasiat testament. mos të kthehen në familjet e tyre. Dhe i fryet surit, kushe,
Duke u ngutur prej varezave paraqiten te Zoti I tyre. E thonë, të mjerët ne, po kush na ngriti, priku ishim të shtrirë në varre. Kjo është ajo që premtoi Zoti dhe vërtetuan të dërguarit. Ajo nuk është tjetër përveç një zë I fuqishëm, dhe ata të gjithë të paraqitur para nesh. Sot pra, Askujt nuk I bëhet e padrejt diçka, dhe nuk shpërbleni me tjetër vetëm për atë që vepruat. ata të xhenetit Tash janë të angazhuar me kënaqësi, ata dhe shoqet e tyre janë në hije të mbështetur në koltuk. Aty ata kanë pemë dhe çka të duan, kanë selam. Thënie e Zotit mëshiruese. tash, o ju kriminal, Dahuni, o bite Ademit, kriminal, po a nuk u dërgova porosin, që të mos e dëgjoni djallin, se me të vërtet ai është armiku juaj I hapët. ju porosita të më adhuroni mua, se kjo është rruga e sigurt. Vërtet, djalli, Ka humbur shumë njerëz prej jush. a nuk mlodhët mend? Ky është xhehenemi që juve u premtoi. Hyni tash në të për shkak se mohuat çdo të vërtet. Sot ne u mbyllim gojët atyre, Neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan, e sikur të tuam ne. do tua verbonin sytë e tyre, Se ata do ta mësynin rrugën, po si do të shinin, dhe si kur të duam do t'i kishim gjymtuar ata në vend. dhe nuk do të mund të shkonin. As para, as prapa, E ati që I japim të jetoj gjatë, e kthejmë prapa në krimin e tij. a nuk janë duke menduar Ne as nuk jam mësuam ati Muhamedit. poezin, e as që I takon ajo ati, ai. Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill dhe Kurani qartë, për ti atëre kur vërejt jen ati që është I gjallë, Me mend e zemër, dhe dënimi të bëhet merit. për jo besimtarët, A nuk e shohin ata se nga ajo që ne vetë shpikëm, u krijuam atyre kafshët, që ata I kanë dhe u apëm ato, që t'u binden atyre, e disave prej tyre u hipin. dërsa prej disave u shqen. Ata kanë edhe dobi të tjera në to, edhe pin qumësht prej tyre. A nuk duhet të falënderojnë, Po, shkojnë në vend të Allahu të adhurojnë zotat të tjerë, me shpresë se do të ndihmojnë prej tyre. ata nuk mund të ndihmojnë atyre, por këta Idhujtarët u janë bërë ushtri e gatshme e tyre. e ty mos të brengosin thëniet e tyre. Në tim çka mbajnë ata fshet dhe çka publikojnë, A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë prej një pik uj fare, kur she ai kundërshtari rrep. Ai na solli neve shembull, e harroj krijimin e vet, e tha. Kush I ngjall e shtraduke qenë ata të kalbur, thuaj I ngjall Allahu që I krijoi për herë të pare. ai është shumë I dijshëm për çdo krim, Ai që prej drurit të gjelbër ju bëri zjarin, e ju prej ti ndezni. a nuk është I fuqishëm ai që krijoi qejt të tokën, Që krijoi njerëz, si kundër që I krijoi ata, po, ai është krijuesi I dijshmi. Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri I tij është vetëm ditë sot. Dëhu, ai me njëherë bëhet I lartë është ai që në dorën e tij është pushteti, mbi çdo send. dhe vetëm të Allahu